Dhe nëse kontinenti i 8 i botës do të rikthehej. Ky është Zelandia, një kontinent për të cilin shumica e njerëzve as nuk e dinë se ekziston, sepse ndodhet në ujë. Në vitin 1895, një gjeolog zbuloi se Zelanda e Re nuk ishte thjesht një grup ishujsh, por majat e maleve të një kontinenti gjigant të fshehur nën oqeanin paqësor. Por çfarë do të ndodhte nëse ai do të ngrihej pa patur sot? Së pari, e gjithë harta e botës do të ndryshonte. Nivelet globale të detit do të binin dhe Zelanda e Re, e cila shpesh shtypet në qoshet hartave ose lihet fare jashtë, tani do të ishte në qendër të një kontinenti të ri gjigant, pothuajse 2/3 e madhësisë së Australisë. Ndërsa Zelandia do të ngrihej, ajo mund të shqetësonte pllakat tektonike, duke shkaktuar më shumë tërmete dhe shpërthime vulkanike përgjatë unazës së zjarrit të paqësorit. Megjithatë, ky kontinenti sapo ekspozuar mund të mbante burime të pashfrytzuara si ari, nafta dhe mineralet ralla, duke çuar në një ethe ekonomike për pasuri. Dhe vende si Zelanda e Re, Australia dhe Kaledonia e Re do të nxitonin të pretendonin sa më shumë tokë të ishte. Cili shtet ka më shumë kriminal në botë? Së pari, shteti me më pak kriminal në botë është San Marino, me vetëm një të burgosur që nga fillimi i vitit 2025. Por cilat janë vendet me më shumë të burgosur? Në vendin e 5 renditet Rusia, me rreth 433.000 të burgosur. Në vendin e 4 është India, me rreth 573.220 të burgosur. Ndërsa në vendin e 3 është Brazili, me mbi 888.791 të burgosur. Po vendi i dytë është Kina, me afërsisht 1.69 milion të burgosur. Para se të kalojmë te vendi i parë me më shumë kriminal, ndiqni që të mos humbisni videot e ardhshme. Vendi që mban vendin e parë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kryesojnë listën me rreth 1.808.001. Të gjithë amerikanët e dinë se SBA-ja dhe Rusia janë në fakt shumë më afër njëra tjetrës, vetëm rreth 2 milje larg. Madje, ndonjëherë ato janë edhe të lidhura. Arsyeja është se këto dy vende ndahen nga ngushtica e Beringut. Nëse e shikojmë më nga afër, shohim dy ishuj shumë të vegjël, të quajtur ishuj Diomede, të cilët janë rreth 2.4 milje larg njëri tjetrit dhe ndajnë kontinentin e SBA-s nga ai i Rusisë. Diomedi i vogël i përqet SBA. Jo të gjithë amerikanët e dinë. Mund ta besoni se ekziston një vije padukshme që nuk kalohet nga peshqit, kafshët toksore apo madje as nga zogjt? Kjo pengesë e padukshme kalon përmes arkipelagut Malai, duke filluar nga ishulli Bali dhe duke përfunduar pranë Filipineve jugore. Në anën perëndimore të kësaj vije jetojnë kafshë si rinocerontët, elefantët, tigrat dhe qukapikët, të cilat janë tipike për Azinë. Por sapo e kalon këtë vijë, hyn në një botë krejtësisht tjetër, me kangur, hardhuca gigante, dingo dhe koala. Pavarësisht distancës shumë të shkurtër mes ishujve, kjo është ajo që shkencëtarët e quajnë një kufi biologjik, dhe ky kufi i veçantë njihet si vija e Wallace-it. Gjatë miliona vjetëve, për shkak të lëvizjes së pllakave tektonike dhe historisë gjeologjike komplekse të rajonit, u formua një ngushticë thellë detare përgjatë vijës së Wallace-it. Kjo ngushticë pengoi migrimin e kafshëve dhe si rezultat, evolucioni mori rrugë të ndryshme në të dy anët e kësaj vije. Prandaj edhe zogjt dhe peshqit që mund të përshkojnë distanca të mëdha, pothuajse kurrë nuk e kalojnë këtë vijë, sepse janë përshtatur të mbijetojnë vetëm brenda ekosistemeve të tyre. Mund ta besoni se ekziston. Cili vend i Amerikës Qendrore ka ishullin më të bukur? Shumë do të mendonin për Belizën me Ambergris Caye ose Panaman me arkipelagun San Blas. Por të dhënat ndërkombëtare konfirmojnë se ishulli më i bukur në të gjithë rajonin ndodhet në Honduras. Është Roatan, i vendosur në Karaibet e Hondurasit, një xhavahir natyror i njohur për plazhet me rërë të bardhë, ujërat kristal të pastër dhe faktin që strehon një nga shkëmbinjt koralor më të mëdhenj dhe më të ruajtur në planet. Kjo parajs nuk është vetëm e bukur, por është edhe e famshme. Platforma si TripAdvisor dhe revista si Condé Nast Traveler e kanë renditur Roatanin ndër ishujt më të bukur në botë, duke theksuar biodiversitetin e tij detar dhe atraktivitetin turistik. Çdo vit, mijër vizitorë mbërrin me kroqiera ndërkombëtare ose fluturime direkte, të tërhequr nga mundësia për të zhytur në shkëmbinjt koralor, për të notuar mes peshqve tropikal dhe për të shijuar mikpritjen hondurase. Dhe megjithse Amerika Qendrore ka shumë ishuj të mrekullueshëm, përgjigjja e pyetjes është e qartë. Ishulli më i bukur i rajonit ndodhet në Honduras dhe quhet Roatan. Çfarë mendoni ju? A ka ndonjë ishull tjetër që mund të konkurojë me këtë parajsë të Karaibeve? Po sikur Meksika ta mbyllte tregtinë me Shtetet e Bashkuara.
Pas një tarife 25% nga SBA, Meksika mund të thotë më në fund mjaft. Dhe jo, Meksika nuk është thjesht një partner tregtar, është partneri numër 1 i Amerikës. Po, e dëgjove mirë. Dhe tani përgatitu për këtë. Detroiti, $137 miliard pjesë makinash nga Meksika. Zhduken. Makina jote e ardhshme, çmimi shkon në qiell. Por prit, bëhet edhe më keq. Dyqani jut ushqimor gati të ndryshoj totalisht. Perime dimërore zhduken. Avokado, të rralla si ari. Fatura e ushqimeve dyfishohet. Dhe këtu godet më fort. Fermerët amerikan në telashe serioze. Tregu i tyre numër 1 i eksportit, Meksika, humbet. Gati për goditjen finale, SBA importon 1.2 milion fuqi naftë meksikane çdo ditë. Pato, çmimet e karburantit gati të shpërthejnë. Në shtete të veçanta, Teksasi, $200 miliard tregti zhduken. Kalifornia, mbi $100 miliard humbje. Arizona dhe New Mexico, ekonomitë e tyre në prag kolapsi. Por pyetja e vërtetë është kjo. A do ta bënte vërtet Meksika këtë lëvizje? Shkruaje mendimin tënd në koment. Rusia, vetëm ajo, mbulon rreth 10% të gjithë sipërfaqes toksore të botës. Është një gjigant mes shteteve, duke ushtrirë në 17 milion kilometra katror dhe 11 zona kohore. Kur në Kaliningrad është koha e mëngjesit, në Kamchatka njerëzit tashmë po han darkë. Ke dëgjuar ndonjëherë për liçenin Baikal? Ky liçen i lashtë është më i thellë dhe më i vjetri në botë dhe mban rreth 20% të gjithë ujit të ëmbël të pangrirë të planetit. Rusia gjithashtu ka lumin më të gjatë në Evropë, lumin e fuqishëm Volga, i cili shtrihet mbi 3500 kilometra. A i dije se vendi më i ftohtë i banuar në tokë ndodhet në Rusi? Në Oymyakon, temperaturat kanë rënë deri në -71.2 gradë Celsius. Për më tepër, Rusia është shtëpia e rreth 12% të vulkaneve të botës, me Kluchevskaja Sopka, vulkani aktiv më i madh në hemisferën veriore. Rusia ka gjithashtu kufirin toksor më të gjatë në botë, me mbi 60.000 kilometra, dhe zotëron rezervat më të mëdha të provuara të gazit natyror. Mos harrojmë edhe pyet, Rusia ka sipërfaqen më të madhe pyjore në botë, duke mbuluar rreth 20% të pyjeve globale. Cili fakt të habiti më shumë? Shkruaje në komente. Kontinenti më i madh dhe më i populluar në botë është shtëpia e 49 shteteve të njohura. Në Azinë Qendrore gjenden Kazakistani, Uzbekistani, Kirgistani, Taxhikistani dhe Turkmenistani. Duke kaluar në Azinë Lindore, shtetet kryesore përfshin Kinën, Japonin, Korenë e Jugut, Korenë e Veriut, Mongolin dhe Tajvanin. Në Azinë Juglindore, shtete si Indonezia, Vietnami, Tajlanda, Malajzia, Filipinet, Singapori, Brunei, Myanmari, Burma, Laosi, Kambodja dhe Timori Lindor përbëjnë këtë rajon me diversitet të madh kulturor. Në jug, Azia Jugore përfshin Indin, Pakistanin, Bangladeshin, Sri Lankën, Nepalin, Bhutanin dhe Maldivet. Duke lëvizur drejt perëndimit, në lindjen e mesme ose Azinë perëndimore, ndodhen shtete si Arabia Saudite, Turqia, Irani, Iraku, Izraeli, Jordania, Libani, Siria, Palestina, Kuvajti, Bahreini, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Omani. Së fundmi, rajoni i Kaukazit përbëhet nga Armenia, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia. Përveç tyre, Çiproja, Afganistani, Rusia dhe Jemeni janë gjithashtu pjesë e Azisë, duke plotësuar listën e plotë të shteteve në këtë kontinent të gjerë. E dinit se gati e Algjerisë është bosh? E megjithatë, Algjeria është vendi më i madh në Afrikë me një sipërfaqe prej 2.38 milion kilometrash katror. Kjo është pothuajse 5 herë më e madhe se Franca. Pra, ku shkuan të gjithë njerëzit? E pothuajse e gjithë popullsia është e mbushur në pjesën veriore të vendit përgjatë një brezi të ngushtë bregdetar midis detit Mesdhe dhe maleve Atlas. Pse? Sepse pjesa tjetër, mbi 2 milion kilometra katror, është shkretëtira e Saharas. E gjerë, e thatë, përvëluese dhe e ashpër. Jo pikrisht vendi më i mirë për të kultivuar domate ose për të ndërtuar një qytet. Si rezultat, gati 80% e popullsisë së Algjerisë jeton vetëm në 10% të tokës. Qytetet mëdha si Algjeri, Orani dhe Konstantini janë të gjitha të vendosura në atë zonë pjellore veriore. Por
ja ku është çështja. Bosh nuk do të thotë i padobishëm. Në atë shtrirje të madhe shkretëtire do të gjeni naft, gaz dhe depozita minerale që furnizojnë me energji pjesën më të madhe të ekonomisë së vendit. Dhe me projektet e zhvillimit në jug dhe ngritjen e autostradave transsahariane, kjo pjesë e vendit mund të mos mbetet bosh përgjithmonë. Ishulli më i largët i banuar në tokë është Tristan da Cunha. I vendosur në Oqeanin Atlantik Jugor, ky ishull i vogël vulkanik shtrihet mbi 2400 kilometra nga kontinenti më i afërt, Afrika e Jugut. Shtëpia e vetëm rreth 250 njerëzve që jetojnë në një fshat të quajtur Edimburgu i 7 deteve, ishulli nuk ka aeroport, kështu që vetmja mënyrë për të arritur atje është një udhëtim 6 ditor me varg. I izoluar, i ashpër dhe tepër i qetë, Tristan da Cunha është vërtet parajsa më e vetmuar. A e dinit se Afrika është në të vërtet shumë më e madhe nga që bën të duket bota? Hartat që zakonisht shohim bazohen në diçka që quhet projeksioni Mercator, një metodë që përpiqet ta rrafshojë tokën e rrumbullakët në një sipërfaqe 2D dhe duke vepruar kështu shtrembëron plotësisht madhësinë aktuale të kontinenteve. Për shembull, Groenlanda dhe Afrika duken të ngjashme në madhësi në shumicën e hartave, por në realitet Afrika është 14 herë më e madhe se Groenlanda. Në fakt, Groenlanda është edhe më e vogël se vetëm një vend afrikan, Republika Demokratike e Kongos. Tani, le të flasim për Rusinë. Në harta duket masive, pothuajse më e madhe se Afrika, por ja e vërteta, mund ta futësh Rusinë brenda Afrikës 2 herë dhe kjo nuk është e gjitha. SBA, Kina, India, Japonia dhe gjithë Evropa, të gjitha mund të futen brenda Afrikës në të njëjtën kohë. Do të ndofte nëse Shtetet e Bashkuara do ta sulmonin Groenlandën pikërisht tani. Duke përdorur strategjinë e saj të njohur, SBA do të dislokonte një numër të madh anijesh luftarake në Atlantikun e Veriut, duke rrethuar vijën bregdetare të Groenlandës. Helikopterët e armatosur do të dërgoheshin gjithashtu për të kryer zbulim dhe për të mbajtur mbikëqyrje ajrore të vazhdueshme. Në përgjigje, Danimarka do të dërgonte shpejt trupa në Groenland për të mbrojtur ishullin, ndërsa do t'i drejtohej NATO-s për mbështetje me qëllim garantimin e sigurisë rajonale. Franca do të shpallte gjithashtu mbështetjen e saj për Danimarkën, duke dërguar në zonën nëndetëse bërthamore si një sinjal parandalues. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara do të bënin një lëvizje të papritur. Presidenti Trump do të njoftonte se Amerika është e gatshme të tërhiqet nga NATO nëse kjo e ndihmon Washingtonin të marrë kontrollin e Groenlandës. Pak më vonë do të nisnin sulmet ajrore, duke hapur rrugën për forcat amerikane që të zbarkojnë dhe të marrin shpejt kontrollin e ishullit. Tensionet do të përshkallëzoheshin, ndërsa NATO do të fillonte planifikimin e një blokade dhe një përballjeje kundër vetë Shteteve të Bashkuara. Në atë moment do të lindte një pyetje madhore: kush do të fitonte? NATO apo Shtetet e Bashkuara?